Mis themi më të mirë të ftohtë e nxehtë, tani është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton për të folur e për të diskutuar me një të ftuar, po që nuk po e zbuloj. Realisht, muaj më parë në ftohtë e nxehtë kemi diskutuar, kemi pas një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me një vajzë, me një bukuroshe, po e them kështu, e cila ka marrë pjesë në Gjermania kërkon super yllin, po e them unë shqip, sepse gjermanisht është pak problem me shqiptu mënyrën se si duhet, shu që më mirë, po flasë shqip. Me ne, është ajo vajza që na bëri krenar, e kemi parë gjithandej, kemi lexuar edhe lajme të shumta, që Besa ka bërë një rrugtim super të suksesshëm atje. When the sins of my father way down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. And I know there can come fire from the sky to refine the purest of kings. Oh no. And even though I know this fire brings me pain, even so ain't just the same. Make it rain down, Lord, make it rain, oh, make it rain. Bravo, 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 bravo. Mirë se erdhe, tash po të them mirë se erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit që më keni thirrë që guxoj sot me ardh personalisht të ti. Kjo është edhe më e mira. Po, që më në fund po shihemi live. Po, gjithçish fata shef me të pak kështu personalisht edhe më ardh këtu. Knatësi. Shumë ju gëzu me ardh. Qysh kalove rrugës Ahmet mikrofonin? Pe majt ashtu në mikrofonin, se sigurisht për pos që kena me knu, prap kena me knu, nuk për e lojna me kaq. Qysh kalove, mirë se erdhe, po më duket për herë parë erdhe në Prishtinë pas pjesëmarrjes në... Po, Okej. e vërtet. Jum kanë verës, jum kanë ngusht, jum ardhe dhe tash erdha. Pas një viti, gati. Po, gati mas një viti. Kështu 6 muaj, 7-8 muaj. Për kënd kish marrë mallin mas shumë ti kështu. Gjyshen. Edhe pse bashkë për mu? Po valla për ty, se desha me po sa i gati e, se në fotografi shumë gati të dog. A sa dole? Po, ama shumë i gati, koke, U takum? Po, jo, next to you, jam shumë e shkurt po dogna. Gjos, kisha thënë. Qu atë matemi, që po matemi, hajtë. Që? Jo, a përshet, ta më një. Kështu që edhe ti e shumë e gati. Afer ti e, që shtu desha me thonë. Okej, afer me. Si kom pas në vend, e kom haru. Okej, qysh ish gjyshja mas pari? Se je shumë e letë për gjyshën, edhe atëherë kur e kemi realizu intervistën, na ke përmend gjyshën. Po, unë jam shumë e letë me nanën, se është unë jam pak se ajo është shumë kështu diva, më pëlqen se është shumë e sinqert, edhe qështu qyshe me nanë të rigon tani gjithë, edhe po nuk dihet kur sa ki kohë me ata, edhe masi që jetoj në Gjermani, edhe më merë malli shumë për gjyshen, edhe duna me shvitzu kohën sa të muaj, edhe i kam të 73 vjetë, nana, ama nashta e keni pa në TikTok, se unë i bëjë do TikTok me gjyshen tem, do këtë ma mirë. Je super aktivizume me TikTok, realisht. Po, më përqenë shumë. Dush me marrë gjyshën në Gjermani që me bo ma shumë TikTok me gjyshën. Po, gjyshtu. Okej, po për anisim me tajo pjesa kur realisht fillove me marrë pjesë në atë garë, që është lindi ideja realisht me qenë pjesë e Gjermania kërkon super yllin. Po, o kanë qështu që unë 2019 jam kanë një herë në The Voice of Germany, edhe aty jam kanë atëherë hala shumë e re, edhe s'kom ditë bashkë shumë mirë që shme bo, edhe thash hajtë e provoj Deutschland sucht den Superstar, se edhe tani i kom ditë që kam kanë edhe Loredana, edhe mu ka duk tepër interesant me pa. Edhe thash hajtë e provoj edhe ato, më do këtë është edhe pak ma e madhe në Gjermani, ma e shikume në Gjermani si The Voice of Germany, edhe dhe qysh i kam edhe qëtë ndjenje që kam qef me këthy prind diqka, se di që
krejt tonat frint kanë sakrifiku shumë për neve edhe desha me provu edhe pak më lidh nashta me njerëz në qatë show business, se kështu nuk kam shumë kontakte me njerëz në qatë business, edhe për që ta thash hajt për shkoj edhe njëherë të provoj që ta, ama une nuk jam për që se sene, se shumë... Se atje nga ke bojë realisht krenar gjithve, dhe të me përshojmë disa video, përshojmë me mamin duket, apo? Po, me mamin. Përshëndesim. Të regot qysh e binde vetën, qysh e zgjedhe kangën, qysh farë emocione pate? Ata ma kanë zgjidh kangën. A i ke tërgu 3-4 kangë para prakisht? I kom tërgu cilat në peqen, cilat stile kom qef me knu, ama prap dishka ma kanë pështil me knu dishka ndryshe, tani në fund është dash me knu dishka gjermanisht që hiq nuk më ka përshtat, ama e bona. Ama që ato kangë do jënë kanë do të mira, do jo qash, veç qash jënë kanë me angst. Si kangë gjermanisht e ke knu më falë? O kanë është një shlaga, është kështu pak ma populore dishka. Shqipat emrin. Mirë, s'prish mu. So në vesh një kangë gjermanisht e di, e di ato i klibe ma në naman. A, që është bile ma e mira, që është unë ju këmë knu kanë katastrofë. Edhe jo unë qash shumë këmë pas frikë ose angst, trem, a thu qëto po, që s'ku mujtë me majtë zanën mirë. Edhe kështu në për koncert e knashna, se veç adin kam knashësi edhe të i pa njerës edhe na dhe që këndojmë e kësejmë, është ma ndryshe se kjo o ka një garë që duesh me të regu veten edhe me qatë njerës në gjyri o kanë shumë afshtirë edhe po, zdi që shkum kalu, halas se di që shkum kanë nami u kalu, po dhe që shkum kanë nami u kalu, se për veti valla heq nuk më ka përqy. Okej, do më thonë të ke kalu fazën e pare, ke kalu edhe, do më thonë ke mrigje në... Top 20. Okej, do më thonë gati pëthuaj se në... Finale. Do më thonë nuk është që e ke bo keq, pse s'po të pëlqen vetja në orë? Jo, hirës nuk ka pëlqy vetja. Se gjithë se kom një vetin mirë, s'kom pas soundcheck, s'kom mujt, jam kështu shumë perfekcioniste me qëtu sene, edhe kom qef me pas muzikën të mirë, kangët që unë e zgjedhi, edhe që shtash jam kanë me qatë shumë trem që asë zanën s'ku mujtë me kontrolu ma, edhe të uta kur të është... Your coach? Po, your coach. Sa ishte për krasë e Loredana për ty me qenë se ke qenë duket e vetëmja shqiptare? Jëmë kanë edhe disa shqiptare. Ama Loredana mu shumë ka e për shtypjet mirë, se kur të erda e ka vret me një herë edhe më boni komplimente. Dyqish Loredana e ka që të bos adin stil, ama edhe komenu nashta si pjeqej, as di edhe, ama prej momentit parë shumë o kanë simpatike, edhe më ka qëtësu, më bim boni komplimente, edhe se s'ki shumë kohë, ki 30 sekunda kështu me knu, edhe bashkën që ato 30 sekundat parë je shumë me emocione, tani bashkën që atë moment kur qëtësosh pak, a i thot, oke, u kry. Adin tani s'më shumë me knu, ama kjo shumë ka përqy edhe shumë pata qef me fol me ato, edhe po. Po, me cilin prej pjesarve të jurisë këtë qenë ma e lidhur në atë aspektin? Po, me Loredana. Me Loredana. Në mund ka përkra për talentin, po pak edhe që e shqiptarë. Po, disoj që po. Pse se ke kënu na i kongë shqipnime? Tash, nuk kujtu. Po, s'kuzojsha me zgjedh. Okej. Do më thonë njerën shumë strikt në atë aspektin e përzjetës të kongëve. I kum kazu që më pytë që cila gjuhë me kënu, kum thonë shqip, gjermanisht dhe anglisht. Edhe thash nashta ma jepin diçka shqip, se masi që edhe Loredana kanë aty, edhe bash i kom su kështu pak me bo rap, diçka. Që shkallëzën vetë, se që ashtë shina me bo rap? Jo. Edhe po, ama jo shumë ka pëlqy. Nuk më kanë lanë me kënu shqip. Okej. Po, na i fjallë për shambull, na i lavdrat, na i kritik për Loredanës, që e ke pas kështu? Po, kanë vrejt që më kanë shumë me trem, që shtash. Edhe ka thonë që duna pak ma me shu zanin, me zgjedha kongë që janë ma nalt, jo veç kështu poshtë, se që shtash 30 sekunda pa ta kohë, edhe në qëto 30 sekundat parë, ja njës kongë është pak ma adhen, tani është dosh, deshta me thonë, po prit një pak, se që shtash... Dhe me 30 sekunda i tregojnë. Po, ama kështu, po, më ka përqy shumë. Okej. Dhe më thënë, gara ka përfundu, dhe më thënë, gati ke qenë pjesë e finaljes, qka po shkën mendje tash, me qenë se ka përfundu kjo pjesa yte, ke shfaq vetën edhe në Gjermani, tani ku është Nora? Qka po zi Nora? Qka po dënë me bo Nora? Po,
e kom vrejt që s'po du më kanë në garë. Okej. Kur ma, jo kisha pas qef me bo, e kam qëtë andër, me pa vetën në festival, në për koncerte, qëto senet më të mëdhaja, në Gjermani me bo një kong tem, që kam, adin që mu ide tem, krej qëto që kam qef vetë me bo, me qitë një kong, me pas qitë projektin tem, edhe po, tash e di edhe në cënë drejtim e kam qef vetën, se kur ti kom pa vetën, tash, okej, bashkë shtu s'po du. Në cilin zhanër menën me qenë, dhe më thënë, të R&B? Po, R&B, pop, qështu. Ama ma cool, ma sassy, qështu, ajo balada. Kam qef qështu balada me knu për me kalzu zanën, ama jo, në jam shumë njeri pozitiv, adin, jam ma cool, qështu. E vërtet, shumë pozitive. Ke fillu me punu në këtë aspektin e kësaj dëshire, apo ende e tu hullumtu me kënë mja njës këngës të parë? Po, valla, do me thonë, Kosova, nëse ka dikush interes, mune gjithë qysh me më lajmëru, se kam shumë interes me njoftu njerës në qështë biznes, producenta, songwriting, shtu diqka, do me thonë, që do që më shë dikush që ka interes më bashkëpunu me mu, veç hajdenim shkrujmë në Instagram, ama e kam që tash një producent, po Nora Tushe, e kam një producent që jam të bashkëpunu me ata, është shumë i mirë, ama kështu prap kom qef mu taku me njerës edhe po. Do më thonë një open në atë aspektin me janis me punu, ende konkretisht diçka nuk është që ke fillu me bo, kështë dashtë që kongën e parë me pasë në gjuhën shqipe a gjermanë? Ndo këtë ose anglisht ose gjermanisht, qështu dhe qka? Kukua banë që sa me ndru shtë kongës. Katastrofë që kjo kongës më i me ngu. Te përkeq. Shkoj me pak zorja, se mi pëlqen orës. Që jam të e një vesh këso. Okej, e nalim. Pse me shumë emocione më pëmdu, a ma shumë ki emocione së da kur ke kënu atje. Atero, katastrofë. Këngën e parë, gjermanisht apo shqip, cilën bebojna? Besoj... Cilën bebojna, se njonëm pa e bosë po e lojmë në këtë aspekt? Menoj që gjermanisht ose anglisht. Okej. Se menoj edhe që në Gjermani nuk e... Po du pak me pru Kosovën në Gjermani, se dëqysh... Kështu me bo ose mix, hala nuk e kom vendos bash, ama në Gjermani po du me anis, ama këqyrim, s'po du shumë vështirë për mu, se dhe qysh jam e lindur në atje, ama e kam këtu familjen edhe shë vetën ma shumë shqiptare, për që ta e kam shumë vështirë me vendosë qysh po du me bo. Po du mu nalë të ke pjesa për shë vetën ma shumë shqiptare. Realisht po kalojmë për i temës në temë, kam dëgju histori, nuk e di sa janë të vërteta, nëse nuk janë vërteta më falë, po ma ato pak hullumtimet që kemi bo, dhe në një periud kohore në Gjermani, kur ke qenë ere në mosh, realisht jeni, s'pëdime e qujtë në depresion, pak sa për këtë pjesën që je shqiptare prej shokve dhe shoqeve në klasë. Po të këthen këtë periud pak me nga të regu? Po, unë e gjithë kanë tepër krenare që jam shqiptare, ose që jam edhe e Prishtinës, edhe në Gjermani, unë jam lindën minhen, edhe aty kanë veni ma e madhë, edhe do me thonë kërkurs, krejt vej kumë kalzu, unë jam Nora, jam e Prishtinës. Qëtë gjithë kur jam kanë fëmija, unë jam Nora, jam e Prishtinës, edhe tani kur ti kena ndru venin, se mami ka marrë një pozit ma ndryshe, si mjeke, është dashë me ndru venin e një qytet ma të vogël, edhe babi ka zgjidh një qytet që është kështu, edhe për fëmi kështu village, edhe ma ka tonë ma urt, edhe aty tani më ka, ajo mësusja ka thani kena një qik që ka arë 3 prej Minhenit, edhe unë ja kom bo kretve, jo veç prej Minhenit, po edhe e Prishtinës, e Kosovës jam. Edhe tani kretë më kanë këqyr shtremt, edhe ma kanë bo, qëka është ajo, kur s'pas në një, edhe në qatë moment u kanë hera e parë që kom një vetën dhe qysh keq, edhe nëse ma kanë jep një përshtypje matë keqe dhe qysh, edhe në qatë moment tani gjithë e kom lanë që të anën teme ma mrapa, edhe edhe kom hup vetë besimin, se u kanë një pjesë identitetit tem, edhe gjithë
e kom vrej tani kur kom bu gabime gjermanisht, se unë e kom mësu Shqipe një herë atëherë, kur më kanë beb, më mësu, edhe tani një herë Shqip fola, edhe na e kena dedidas, ju dini që kena na gramatikën, e kena katastrofë. Edhe gjithë munova tani edhe sa ma mirë me di gjermanishtën, edhe ju më bo qaq perfekt, që ju më kanë nëzënësja ma e mira në klasë. Ama që të pjesë shqiptare e kom më shef tani ko gjak kështu pak, edhe në shpej më kanë shqiptare, edhe në klasë, ama sekretë më kanë këqyrë kështu shtremt, e tek që tash kur t'ju më rritë, u bo ma normal kështu ose ndira, ju në bo ma shumë, se unë ju më kanë tani në gjimnazë, dhe t'ju më kanë shumë ma shumë gjermanë se shqiptartë, vetëmja unë ju më kanë që u kanë shqiptare, dhe për që ta edhe kur s'kum pas shoqe shqiptare, e kështu... E ke pas pak ma të fështirë, realisht me e gjithë vetën. Po ja ke dalë, më thonë vetë besimin e ke rikëthy, dhe ta është në burësht, sepse edhe në audicion ke të regu që i është shqiptare. Po du me qëndru prap edhe pak të kjo pjesa e fmini, sepse përpos kjo pjesa e të qenurit shqiptare që ke pas pak sa probleme me shok të shoqet e klasës, kuptohet si fmi që se cilje kemi pas ka një moment të lojeve të ndryshme, po e ke pas edhe një moment, po duket këto informata t'i pas në cakta. Po. Okej. Kur ke jetu veç me babin, pa mamin, edhe ka qenë një periudhë kohore pak sa e vështirë për ty edhe për vllau në këtë rast. Po. Na kena jetu në... Masi që ka njës lufta është sene, mami e babi kanë arë në Gjermani, edhe babi është u kanë studenti juridikut, edhe mami u kanë studenti mjekësis, edhe babi tani ka lanë karjerin, do me thonë, se ka thonë, hajtë, unë e gjej një punë që ka muj me... Adin vesh për me pas pare na, dhe qysh edhe me për kraktat Kosovës. Edhe na e kena pas pak ma fështirë, se gjyshi e më kanë general, edhe do me thonë është doshtë me shuna ma sigur të kanë, me shu. Edhe tani mami s'ka guzu me punu si mjeke, është doshtë si motër medicinali me punu. Edhe u kanë tani një mjeke që i ka pranu mamin si mjeke. Edhe është doshtë ama me jetu 1000 kilometër ma largë. Edhe mami e ka marrë vlaun, e unë e kom jetë me babin, se dyqysh adin mos me je babi të 2 fëmijë, se dhe ajë non-stop në punë, edhe me 2 fëmijë u kanë tani fështirë, edhe shtu se cili prindi ka pas një fëmijë, do me thonë. Sa ka zgjatë kjo periudhë? 1 vjetë. Si jena pa 1 vjetë, edhe Roni në qatë kohë shumë më mërzit, se u kanë maj vjetër, edhe e ka përjetu ma keqë dhe qysh, edhe e ka majtë në menë kur jena taku tani, mas 1 veti që jena përshaf, kena ngajt tepër edhe unë e kom menu që mami dhe vlau nuk më donë ma, nuk më dojnë. Ke me ndu dhe realisht të divorci me një farë forme? Po, që ju në kanë lanë edhe, ju në shku edhe unë veç kom jetë me babin, se kom kuptu edhe që kjo situatë që shu kanë. Edhe tani qëto që kena metë, ama u kanë shumë një kohë që jena lidhë tepër, se na shumë si familje jena tepër të lidhë ta, edhe ama qatë kohë u kanë që jena kanë damas, edhe është dashë që ashtu mu kanë, po... Sigurisht prind sakrifikojnë gjithë shka për një të ardhme të mirë për fëmijët, kështu që kuptohet edhe kjo sakrifica e ndarjes 1 vjeqare ka qenë për të mirën e ju, që ju me gëzu mas nej të mirat, sepse mami është tani një doktoresh atje. Mami është boss, diva, ka rritë krejt që ka mujtë. Kjo është e mira, po gjithmonë të e kuptu edhe sakrificën e babit që ka e këdor për anërës vetë për me vazhdu, kështu që gjithmonë prind janë ata që e bojnë ma të mirën. Në regull, po kalojmë tani tek muzika. Kur fillove me këndu për herë të parë? Dhe më donë si fmi? Si bebë. Okej. Prej që ju më kanë, do me thonë, fmi gjithë kumë kënu, Shakira në kom pas idol, edhe Rihanën, kështë po e bashkëship, edhe gjithë kena kumë kënu, edhe tani me 5 vjetja kumë njësë me lujtë piano, edhe ju më shkumë karë, edhe dikur i kumë vrejtë që më doket, edhe në pëdi me kënu, edhe qështu tani mami gjithë më ka përkrak edhe më ka qurë gjithë konë me kënu edhe qështu ja kom njësë. Po për shambull Shqip, ja ke njësë me kënu, ke kënu për shambull si fmi, po besoj që Shqip. Cilin kangë në shaj marë men që e këndu Shqip, ose ku e një mledh me, ose gjyshës, cilin kangë ja kënu? Ose ja ke këndu?
Po, babi gjithë ma ka knu Lule Bor, edhe kur jom shku, se me korin e kena bo një Balkan Tour, se bitmeje, e jena shku në për Shqipni, edhe tani me shqiptarët e kena knu Lule Bor, që të kangë, ama si karë, se kështu vetë me knu fështirë, ama si karë o kanë shumë bukur. Oke, du më thonë ja ke njës me Lule Bor me një farë. Me Lule Bor. Po sët cilat kangë, ose cilat këngëtari i ngërë ma shumë shqiptarë? Dafina Zëqirin përqen shumë. Dafina, Tajna, Era, qështu, kretën përqen shumë. Po pe djemve për shumë, të këtë femnave për mene? Edhe Dhurata, oke. Po, Ledrin përqen, Elaj, Ki DDA, Ki da mashkull, ma thujnë. Po, aje shumë përqen, po, Elaj shumë përqen. Realisht paske, po kanga për shumë që të pe këtë këtyne artistëve, që i përmend dhe pavarësisht këngëtare ose këngëtar, cila është kanga që e dëgjën pak më shumë? Po më në kështu... Shqip, cilën do kangë për e këtyne artistëve? Për shembull Dafine, cila është kanga e Dafine që të pëlqen? Kreti më pëlqen kësa. Një pak më shumë që e gjenë vetën? Hajtë, dura me menu, është një sekund. Si dita që ka emrin, po... S'pysh punë, po e lojmë. Se me anis me lypë në Google, pas e vënohemi. Në regull, po me cilin këngëtar kështë pas qef me pas një kongë? Me Dafine. Dafina, edhe Era më përqen shumë, se me nëjë kështu dy bjonde, ajdën, kësha pas qef. A e bjonde kështu originale, a e bome? Jo, jam e bome. Kështu në zemër jam krejt bjondin, ama... Jam e bome, me 4 vjetë mami një herë ma ka bo një fijet bjonde. Ma me, që shki gudzu. Ama tani kështu me 15-16 gjithja këmë bo ma he. Se kur jam kanë fëmijë, i këmë pas ma qelta, edhe që shtash deshta gjithë më kanë si Shakira, dhe qka. Pa ke menu për shumë ndaj kanë Shakirës me këndu, me këndu edhe me valzu është interesant. Me valzu, unë jam kanë kështu belly dancing, kur jam kanë qerë dhe Civic Sinus, edhe i këmë marrë gjithë një parik deri këto, ama kështu me knu ju kjo këno, që si le, që ashtu zdi me knu. Qysh edhe një? Jo, më do këtë ti din ma mirë me bo. Jo, se të një më parës të knu. Realisht kësha kërku për e regjis naj muzik të belly dance, me dëgju paka me valzua kur si djetë në ndërko, kuptohet që ende nuk ja ke njës me bo kongën e para, alisht, do më thonë jetë të hullëm tu. Po hullëm të në atë aspektin se qëfar kongë me bo, apo të kush me bo. Se është nga njerë, jënë 2 verzionet që ose nuk e din qka po dënë prej vetës, ose nuk i ke gjetën dhe njerë se duhe. Po, më do këtë shumë shtirë, më do këtë biznesi i muzikës është shumë i shtirë, edhe jam halatu mënu me zgjidh në cënë drejtim, se une për shemë, une krejt kongët i ndëgjoj. African beats, amapiano, asi Brazilian funk, edhe shqip, krejt. Edhe tash, une me zvullu që ato që une kom qef me bo, për më do këtë shumë shtirë, me pak house, as di. Kur the ke qenë shumë valtare e mirë në belly dance? Kur i kom pas 4 vjetë. E me të këthy tash, ma sa vjetë me të këthy 4 vjetë? Jo! Ska shansa, nashta më shtet dikur në TikTok. Në TikTok, do më thonë? A e bojnë një TikTok bashkë? Po. Tu e bojnë një belly dance tash, për shambull? Belly dance? Po s'di me bo tash. Ama mujna me bo kështu një TikTok nice. Okej. E bojna. Gjeje pra kongën e TikTokut, mas në e regjia nuk përna pranë Nora me valzu. A përshet që da është ta me të këthy pak? Po vreti. Po shumë letë është me valzu. Qka koke ti? A përshet që ti? Po, jo. Që ajo është ma shumë shqip se belly dance. Cila pjesë është ma shumë belly dance? Belly dance është këtë poshtë me vo. Okej. Ta është s'poj se më vërtit babi. Okej. Jo, nalje se më si bërta qikas babi. Okej, me qenë se jetë e prind edhe e citova atë fjallë më së të mbërtet babi. Po, qysh jenë raport me dashnin? A e ke gjithë fatin e jetës? Jo, si jam asë të lypë, se kom lonë fokusin që aty. A të bërtet babi me gjithë tash për shumë? Jo, heq. Për e me prindë mi, si janë kështu shqiptarë që shjana edhe, janë tepër chill, tepër cool edhe... Ajden asë nuk më pysin në dyqysh. Kur të i kom koha që të i kom... Për shemë këta vetë me 30 tek
jënë martu. Të me thonë... Sa vjet I pate? 25. 25, hala e re. Të dashurin për shembull shqiptar, gjerman, të huaj. Veç njeri mirë më kanë. Veç më Çka kanë është për ty njeri mirë? I sinqert, me respekt, duhet me pas humor, me mshti me kesh. Unë jam, menoj që jam unë pak ma e vështirë, a I duhet më kanë ma I qetë. Po. Shqiptar apo s'pesh punë? Jo, mundet më kanë qka do. Se unë jam lind në Gjermani edhe jam rrit në Gjermani edhe tash unë nëse njoftoj dikon, unë nuk e diskriminu, po me diskriminoj veç që është diçka ndryshe, edhe nuk I pës një herë qka je, ka e tje. A lexon për shembull horoskopin se unë e lexova? Jo, se lexoj. Se unë e lexova realisht edhe më tha që mundet më ndodhë që dita ditës ku me taku fatin e jetës. Une? Jo, une. Ës me dita është atakova aty, aty me taku dikën tjetër. Nashta. Si djetë kur? Si djetë, që anizë me përshkru pak që më shtinë me kesh, që kështu të më thonë, kesh këtë, do më thonë këtë tipare t'i pasna, okej. E qëka je në horoskop? Britsjap. Unë jam peshk. Okej. Ama e kam kështu edhe... Ascendent? Ascendent e kam Virgo më doket. Okej, nice, mirë, një kombinim pak peshka dhe Virgo është pak e çuditshme. Rregull, na kum përgatit një lojë për ty realisht, me të sfidu. 2 lojë, njënën nuk vallëzove, po të shohim tash mos e vallëzojnë anaj pjesë tjetër. Edhe mas ne po dalim date kësmet, okej? Okej. Hajde. Ti kom zgjedh disa fjalë gjermanisht, do më thonë shqip, po qysh I thojnë gjermanisht. Se zakonisht është thajrë të vini krejt diaspora në vendin tonë, jënë 3 pyetjet e famshme ma mirë këtu atje. Kur keme, sa e ki rogën, qëto jenë ato atë pyetjet e famshme dhe sa keme nejtë. Kështu që unë jave edhe mas të shkojnë këto fjallët cëllat që është tek. Qysh I thojnë perdeve gjermanisht? Gardinen. Gardinen? Gardinen. E sakt? Okej. Si I thojnë dimijave? Dimija? Do me thonë veshje? Po. Tracht. Tracht? Tracht. Na I thojmë tracht. Okej. A është mirë? A është sakt? Okej, po e marëm si të sakt. Si I thonë tullit bukës? Tullit bukës? A egziston ai fjallë? Me qenë se the që e din shumë mirë gjermanishtën, e ke pas notën më të lartë në... Po na I thojmë das Innere vom Brot. Das Weiche. Mo është të ma qitë e remeng, se asë më marrë. Po. Këtë dëmë nuk ka në e fjallë adekuat. Jus. E kena qëtë koren e kena. Okej. Ama mesmes di. Kanë harru. Në regull, si I thonë veturës ambulancës? Krankenwagen. Krankenwagen. Fatas, nuk I drejt minimu qikës. A, jo si kum një. Okej. Dhe radio televizionin 21? Radio 21. Radio? Radio, ja. Okej. Së është të sakt? Qish është të sakt? Televizionin e harove. Radio Fernseher 21. Radio Fernseher 21. Okej. 21 për di që të thonë sigur të mirë për pjesën tjetër, sakt për dhëtë Arjani, në regull. Okej, kemi edhe një fjallë tjetër, realisht është fjallë e fundit, si I thojnë kulqedrës. Kulqedrës? Që do më thonë kulqedrë? Me qëllimi ka marrë që të fjalla, po? Qish, a më në shumë sfigu? Arjan, qysh mi aspjegu qysh qka është kulqedra? Dragoni. Drache. Dragë, okej. Dragë. Drache. Drahë. Me hë. Drache. 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 Gjermanisht me folë më më dhemë fyti, se duhet me folë me fyt, nuk e di pse. Okej, me qenë se nuk na këndove, nuk na valzove belly dance, po të kthej të dashnia e parë,
E këni atë këngën e dashnia e më e gjallë? Jo, atë. Po të kthejt dashnia e parë që e të regove më herët të repi. Po të sfidoj me bo rap në ftoftë të nxehtë, ndesh në gjermanisht, ndesh shqip, ndesh anglisht, çka dush, një super rap. A bën me bo me muzik? Po. Edhe mas ne kena me dalë në dejt, që ku e kena tavolinën e dejtit, edhe kena me dalë në dejt unë e ti me 3 pyetje njëri për tjetërin. Okej, Hajde. okej. Okej. I do it all myself, I ain't getting help from no one, yeah. Yeah, I'm young, 21, living in a crazy world, but I know the difference between a man and a herb. You fronting like you got it, claim the hating on your wallet, Gucci telling you the time and you watch it. Now I ain't stunned like my daddy, he's living like my Grammy used to be a big baller. He's surviving off of gambling, but I love him, he's my daddy. I love him, he's my daddy. Put him in a big house before I ever see a Grammy. And my mommy started working days at the church, finding faith in, cause the real word hurts. So much evil lurks, they just make acid work, but we can't find no work. Abuela, mommy and the girls in 100 Boone, South Beach lifestyle, they just paying for the view. Mommy's on the couch since she was 42, sacrificing for the kids, cause that's what mommies do. So I smoke my spliff, I spliff it hard. Can you say to stop, my voice is getting too hard. So I sobered up and my thoughts they rush, and now I think of you behind bars, cross state line, they spliffing good. In Miami you catch a charge, and the whole family tears apart. Realisht kjo është një ndërkëngë të mia të preferume dhe ka një tekst shumë deep për ndryshe. Ka një tekst që flet për jetën, ballafaqimet, si del nga një vështirësi e madhe, kështu që është një ndërkëngë të mia të preferume. Do me thonë horoskopi diçka... Horoskop, unë e ty po më të shkop. Para se me dalë në tavolinën e dejtit edhe me pika një kafe në dejt, mi bo pyetje njani tjetrit, do me thonë për bujna një loj dejt. Kështu që kësha dasht pak para se me shku krejt në fund të intervjistës tonë, kuptohet që keme na këndu prap edhe një kangë tjetër, se po këndojmë sot. Kangën për janis me bo, po të shka thu me t'indru në krejt planet dhe me bo kangën e parë shqip? E kisha bo? Pa e vetë mamin edhe babin e këdhon besën. E kisha... Pa bërën e kangën e parë shqip e bërë. Okej. Edhe për përformojna mas nejmë ftoftë të nxehtë. Okej. Gët? Okej, good. Okej, një kangë diçka përafërsisht mix, se s'ki zhanë realisht që Ama me R&B, dy zona, pop. do me thonë edhe ti dush me kënu e mu. Jo. Duet e vojna na, veç nëse e vojnë duet. Se të kom një farës, edhe ti din shumë mirë me kënu. Klipë ma në namë. Okej, Nor, unë realisht u knaqa shumë. U knaqa sot me ty. Para se me shku në dejt, ne po e përmbyllim me një kangë tjetër. Apo e po dënë me kënu, jo, në dejt kone ku me kërku, ku me zgjedh një kangë me këndu ti. Dërsa tani është koha që bashkë me miqtë të ftohtë të nxehtë, themi faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë. U knaqa, kështu që vazhdo me këtë energjim pozitive që ke dhe sigurisht urojmë shumë suksesa dhe të presim sa më shpesh në Prishtinë, te Gjyshja, te Graniti, në ftohtë të nxehtë në Stenesh. Faleminderit, në knaqë sot, shumë faleminderit. Okej, hajde po dalim, po e kënojmë realisht kangën, mas ne po dalim dejt. Okej. And you got me like, oh, what you want from me. And I tried to buy you a pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, oh, oh, don't you stop loving me.
Don't quit loving me, just start loving me. Oh, babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain, yeah. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. Realisht u përshtat edhe veshja, se edhe ku që konë diçka Rihanna kur e ka interpretu këtë konë. Mirë ki. Okej, a e gati për date? Jam gati për date. Hajde. Ashtu, si që do rend dy, kur del në date, me pas në e lullje, i shkon mirë më kone gjallë, po si do të qoftë me këto që na kanë qillu. Që një lullje për ty? Një lullje për lullje një bjen kështu realisht. Edhe po të sot edhe në gjyrë dashnije dhe bardh, po për shtatës. Po për shtatës, super, ja keni shumë mirë. Nashta mashkët jashtë mujnë me të marrë ty si shembull. Realisht kom pak emocione, po t'ja përparësi ty. A po, a? Okej. Edhe kafe t'i kena, kështu që edhe po pina kafe edhe po bojna pyetje për njoni tjetërin. Pyetja jam e parë është të gana historinë që të kanë ndodhë ma cringy, adën që të ka arë kështu cringe, që s'di që thuhet cringe shqip? Që thuhet shqip cringe? Mare, shtu që asë jo mare, po adën e në... Si siklet? Po. Gabova që se njësa unë të qika. Okej. Për momentin. Për momentin është. Që këtë momentin ma i siklet. Jo, që ato s'po menoje. Po menoj diçka që më ka ndodhë, që këtë thanë, që kjo më ka ndodhë, ku që më ka mujtë me ndodhë që kjo. Po të që kjo që jem të më thonë këmë dalë në date në emision live. This is different. Se këmë bo korë për ndryshe, se këmë bo date-in live para kamerave. Më thonë është pak që apo më sheni që apo një njësë më kush, nuk e di apo më vreni? Jo. Okej. Të më thonë që kjo moment është pak ma i siklet shumë. Okej. Që të më thonë se di pse o të më dohë. Okej, ani për pranoj. Okej, falemnderit. Hajtë është ty? Faleminderit për kafen. Dë boftë mirë. E keni ma të mirë në Kosovë. Falemnderit Se në Gjermani se kena që është mira. A e këshe lëshu Gjermanin për marrë me tu në Prishtinë, për dashnin e jetës për ma shambë. Dashnin e jetës, dashnin se? Po, për dashnin se cëllën ven isha shku. Se unë e kështu është kam qef me shumë pyetje mirë. Se shumë kam qef me uthtu edhe unë e pësha vetën dikur me pas nashta disa vene ku muj me jetu, ose me provu në Spanjë, unë e këmë dosh njerë me jetu në Meksik. Në kohë, të me thonë, pak jam loko. Kështë arë në Prishtinë me jetu? Në Prishtinë është arë, po. Okej, perfekt. Mirë. Të shone, a? Okej, përshkruje... Qështë kështë pas në jetën reale tash, qështë kështë pas ma shumë të me pas qef me pas një date, cënë ven, ose qështë ambienta, qëka të kështë pëlqy ty mas shumë ti? Okej. Kësha është dalë prej Prishtinës, që është kumë që të ven në deti dykon, bregdet, një tavëllin, trëndafilat këtë gjallë, po jo artificial në këtë rast, një shishe shampanjë, ose venë ma mirë, që është ma beti ma relaksus. Tavëllina më konë bardhë, me më ndavsh të bardhë, edhe veshje elegant. Okej. Që është koni një ndër detet ma të bukur që kësha menu. Po kështu edhe me një valë të detet. A po do me një që unë e kisha pas që? Po, hajde. Hajde se bashkë më intereson, a kishe pranu? Hajde. Të kisha marë? Ishëm shku, e kishëm porosit një pizë, ose dënerë. Nice. Tani ishëm ullë në kërë, edhe i kishëm këqyrë krejt njerës, qysh
po që kalojnë, ose ju në kerë, po ose në një usë se dikon jashtë, edhe veç folim edhe këshirim njerës, edhe veshëm tepër chill. Po, trenerka. Çka kështë dash me pi? Një ajran, ose Sprite Zero. Edhe shumë knaqë. Qatë... Okej. Atë kësh prish po, jo. Unë jam shumë trip për me boksi dhe tripa realisht. Po jo në është ta mu ujnë rrugë, po me usil me kero, ose me shumë në analisi që është e kërejt qytetin. Që është pak ma weird. Okej, pyetja tjetër. Puthja e fundit. Shqiptarët, krejt. Jum kanë lidhje, ko gjatë, të më thonë, jum do 2023. Okej, dhe më thonë, para një vite e ca. Po. Okej. Moti. Good? Okej. It's your... Jena ka fundi, kuptohet? Okej. Është mos ma po pyetjen e një. Qka kështë bo nëse prind tut të kështë ndalu mu taku me mu? Nuk e bjen din detaljesht. Nuk e besoj që e kështë ndalu. Po ju tash, nashta tash është, okej është... Nëse thonë ja s'ban hiq. Nëse kuptohet familjen e kam kategorisht kundër atëhere, thjesht takimet tona si ishin bëma. Okej, super. Se familja gjithmonë është në rend parë. Është para se marrë ti, në këtë rast një jetën tem, dhe më thonë ju në ata një jetën tem, kështu që gjithmonë prind janë të partë për gjithë shka, çdo frymë që e marrë. Ty s'po ta bëj pyetjen e një, se di që përgjigjja ka mu kohën e njëjtë. Asi. Nuk i dihet. Nëse kisha thonë, po e marrë shambull, me ek dorë për i karierës, për shkak dashnis. Muzikës? Ja. Dhe më thonë, o muzikën o granitin. Që në granitin e cita unë? Unë mini herë kisha shu lidhjen. Se unë e shë vetën të parën, jo kështu, unë e parja, po një herë kam qef me arrit qëllimet mija, edhe unë e menoj që nëse don njerin, që ato që i ki si person, ti e don edhe ajo me, ose aje me arrit andrat që i ka, edhe unë e kur si kisha noj personin tem, edhe masë që prind gjithë më kanë përkrah, edhe më thojnë, adin që unë e knashën edhe mas shumë ti në muzik, tani unë e menoj që aje personi ka qef edhe mu me pas që aty. Edhe nëse nuk ka qef mu ose nuk i pranon unë me dalë për skena e kështë sene, tani nuk është personi jem. Sakt. Realisht, një njeri që nuk përkra në rrugën që ke zgjedhë, atër s'ka të shkallë. Dhe pyetja e fundit nga ti për mua? Okej, as ti kumbo vesh, as ti kumbo tri? Fundit e kena. Edhe një. Edhe një e kena. Okej. Ka dalë, sa u lodhe për i dejtit? Jo, vesh s'pudi. Një pyetje që ma kështë bo, konsiderere që s'janë ka mjera të këtë. A me të bu... Ha, frit. Okej, që që kishe përshkru të vetën tane kur asë njeri së është aty? Nëse në mund është me thanë që shto është gjendja jeme ma private. Që kishe përshkru të vetën? Se kështu e shumë person happy, edhe një qetë, edhe... Përshit qëtë, ashtu. Tepër mirë, edhe në kretë të në të mira. Lalesh kur është graniti me granitin, qush është. Super i qetë, super overthinking, tu planifiku gjithë shka që ka ndodhë gjatë ditës, tu e da të mira e të keqen vetë, tu tentu me arsyetu gabimet për me përmisu. Pavarësisht pamjes, jam natyrë shumë ndishme. A thua? Kështu që në vetëmi këndoj nga halli. E kështu. Kjo është e pjesa që ndoshta e dajmë kur jena vetë. Shumë bukur për më pëlqen. Qka po vendosim e botasht? Apo vazhdojmë për dejtin e dytë mas emisionit? Po që tash dalim jashtë dhe pina një kafe, ose
Me hangër diçka. Okej. Qysh, a ju pëlqej juve? Amir? Duar Turkit e kena, kështu që e kalun dejtin e parë me sukses, dhe zë një dritat mundësisht ashtë. Dalim gjendje faktike dhe reale, nor improvizum realisht dejtin tonë, me pyetjet pa përgadita, kështu e kemi 100% që s'kemi përgadita si pyetje, thjesht na lindi spontanisht ideja dhe realizum, po më pëlqen që dite me pyet sakt çka duhet për dejt parë. Kur pajna picën, stasht? Kur pajnë picën? Stash, valla, qëta shkojmë anë Okej, na po e dëgjojmë një këngë fillimisht. Një këngë që kam e nga këndu, kuptohet që muzika është pjesë e pandashme e ftoftën Z, kështu që pas këngës po e vazhdojmë rrjetën e emisionit, ty të vjen me pritë edhe pak, po pastaj dalim me hajna pizza. Okej, super. Faleminderit shumë që ishe pjesë e ftoftën Z, dhe faleminderit që ishe ndejtin e parë tim para ekranit televizor. Faleminderit. Ju dua krejt edhe ty, faleminderit. Thank you.